Kryeministri Edi Rama thë se Partia Socialiste do të vazhdojë të mbështesë reformën në drejtësi dhe institucionet e reja, edhe pse sipas tij gjatë këtij procesi mund të ketë lajthitje. Në takimin e radhës me kandidatët për deputet në Durrës, Rama tregoi sërish foton e zonjës së drejtësisë, duke thënë se nëse në këto zgjedhje do të ketë lëkundje të votës, atëherë shqiptarëve do t'ju rrezikohet barazia para ligjit. Ne jemi për reformën drejtësi, ne jemi për të mbështetur luftën kundër korrupsionit përmes institucioneve të reja të drejtësisë, pavarësisht gjithë problematikave dhe pavarësisht lajthitjeve her pas hershme dhe këtë shpatën që den babaden në histori e ka pas drejtësia në Shqipëri që nga 1912 e ka pas qeveria. Pala tjetër sot që thot ne sa të marrim votën do ja marrim shpatën mbrapsh drejtësisë dhe gjëja e parë që do bëjmë me atë shpatë do presim kokën e Altin Dumanit, atëherë asnjëherë shqiptarët nuk do kenë garancinë që barazia para ligjit është jashtë diskutimeve politike. Rama pranoi ndikimin personal pas goditjeve që SPAK ka bërë ndaj disa prej emrave më të njohur të Partisë Socialiste. Përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë, por ama nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Këtu u vran 4 veta mes bulevardit dhe su pyet njeri. Ata e thonë cop, në 12 maj do shkrim SPAK-u. Sipas tij, në 11 maj, qytetarët nuk do të votojnë për Partinë Socialiste, por për futjen në Bashkimin Evropian, si një mundësi që nuk duhet humbur. Për sa kohë, dera e Europës sipas tij mund të mos qëndrojë hapur edhe për shumë kohë. Kemi dakordsuar me Komisionin Evropian që të gjitha negociatat t'i mbyllim brenda 2027. 11 maj do të luajë një rol kyç në shpejtësinë me të cilën do të zhvillohen negociatat. Në këtë harë kohor, dera është e hapur. Dhe ne duhet të shpejtojmë që të futemi brenda para se të mbyllet prapë.